Një ngjarje tragjike ka goditur një familje shqiptare në Jacksonville, në Florida, ku 3 fëmijë kanë humbur jetën pasi një zjarr i fuqishëm përfshiu banesën e tyre 2 katëshe në orët e para të mëngjesit. 4 persona të tjerë ndodhen në gjendje kritike. Bilanci i rëndë është konfirmuar nga shefi i departamentit të zjarrfiksve dhe shpëtimit, Percy Golden. 2 fëmijë dhe 2 të rritur janë transportuar në spital dhe raportohet se ndodhen në gjendje kritike. Zjarri shpërtheu rreth orës 5:15 në një banesë në Wendergate Drive, pranë Augustine Road. Në momentin kur ekipet e emergjencës mbërritën në vend ngjarje, kati i parë ishte përfshirë nga flakët ndërsa tymi i dendur kishte mbushur katin e dytë. 2 të rritur dhe 2 fëmijë kishin mundur të dilnin nga banesa. Gjatë kontrollit të saj, ekipet zjarrfikse gjetën 3 fëmijë të tjerë pa shenja jete. Sipas dëshmisë së një fqinji për mediat amerikane, edhe banorët të zonës u përfshinë në përpjekje për shpëtimin e familjarëve. Ata arritën të nxirrnin nga një dritare e katit të dytë një foshnjë dhe një person të rritur. Të afërmit që mbërritën në vend ngjarje konfirmuan për mediat lokale se familja është me origjinë shqiptare. Pranë banesës ndodheshin edhe gjyshërit e fëmijëve, Alia dhe Artan Sulollari. Pamjet e publikuara nga mediat amerikane tregojnë dëme të mëdha që flakët i shkaktuan banesës ndërsa në obor shihen lodra fëmijësh dhe një kosh basketbolli. Përveç banesës ku ndodhej familja shqiptare, flakët prekën edhe 2 njësi të tjera ngjitur. Kryqi i kuq amerikan është angazhuar për të ardhur në ndihmë personave që kanë mbetur pas 3 pas zjarrit. Ndërkohë, autoritetet amerikane kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e zjarrit, të cilat deri më tani nuk janë bërë me dije. Departamenti i zjarrfiksve dhe shpëtimit të Jacksonville ka shprehur ngushëllimet për familjen e 3 fëmijëve që humbën jetën, si edhe solidaritet me personat e tjerë të prekur nga kjo tragjedi e rëndë. Në orët në vijim, pritet që nga mediat amerikane të zbardhen më shumë detaje për këtë ngjarje.